Të qëndrojmë pak te parandalimi i këtij efekti juridik. Cili është çelësi për Atëherë, çelësi është që duhet të ka dhe mjete ligjore, ka një kombinim mekanizmash ligjor që sigurojnë që këto pronar të apartamenteve, të pallateve ekzistuese të bëhen edhe pronar të tokës. Domethënë, është një kombinim midis ligjit që parashikon proceset kalimtare të pronës, ligji numër 20 i vitit 2020, me dispozita që parashikojnë për trajtimin e pronës, me dispozitat kodit civil, etj, të cilat krijohet një zgjidhje që këta të bëhen pronar me kosto më të ulta se sa të bëjnë nesër pas nesër mbrojtjen e tyre në rast kur përballen me një problem. Pra, ekzistojnë mundësitë dhe janë të mira, vetëm se ama ka dhe sfidat përkatëse kjo lloj zgjidhje. Unë them që të paktën duhet të ndërgjegjësohen njerëzit për problemin. Dhe nëse ndërgjegjësohen, pastaj sigurisht domethënë do orientohen tek zgjidhja. Ekzistojnë dhe nuk janë të këqija, janë zgjidhje të mira. Pra mund të bëhen pronar, ky është lajmi i mirë. Por do duhet që të bëjnë disa procedura dhe do duhet mbi të gjitha të kenë të paktën dakordsinë e 3/4 të gjithë pronarëve të apartamenteve aty. Po, pronarëve të apartamenteve, sepse kjo nuk është një pronësi që e merr individualisht secili, por është një pronësi që e merr në grup të gjithë bashkëpronarët e një pallati.